Problemi i vazhdueshëm i hedhjes së pakujdesshme të mbeturinave jashtë kontenierëve të caktuar jo vetëm që krijon një imazh të shëmtuar për qytetin, por edhe pengon përpjekjet e shërbimit komunal dhe të punonjësve për të pasur një qytet më të mirë. Për shkak të mbeturinave të lëna pranë kontenierëve, punonjësit e shërbimeve publike përballen me nevojën për kohë shtesë për të mbledhur këto sasi çdo ditë. Kjo ka bërë që të reagojë kompania Sauber Maher, e cila vlerëson se mbeturinat si mobilje ose pajisje shtëpiake mund të dërgohen në qendrën e grumbullimit që gjendet në rrugën për në fshatin Trebosh. Por kjo jo vetëm që ngadalson procesin e tyre të punës, por zvoglon dhe efikasitetin e aktivitetit të tyre kryesor, që është mbledhja e menjëhershme e mbeturinave nga kontenierët e të imbushur. Në të njëjtën kohë, mbeturinat e lëna jashtë kontenierëve krijojnë kushte jo higjienike dhe prishin pamjen e rrugëve dhe lagjeve tona. Duam të kujtojmë qytetarëve se ekziston një mënyrë e organizuar për menaxhim me mbeturinat e mëdha, të cilat më shpesh lihen pranë ose brenda kontenierëve. Të gjitha ata që kanë mbeturina më të mëdha si mobilje, pajisje shtëpiake të ngjashme, kanë mundësinë të dorëzojnë ato falas në qendrën e grumbullimit të mbeturinave të mëdha të Sauber Maher, që ndodhet në rrugën për në Trebosh. Duke shfrytzuar shërbimet e kësaj qendre, ju kontribuoni drejt për drejt për një komunë më të pastërt dhe më të rregullt. Jemi të vetëdijshëm se disa qytetarë kanë zakon të hedhin mbeturina në vende të caktuara dhe kur nuk ka më kontenier të vendosur atje. Është koha për të ndryshuar këtë praktik dhe për të treguar përgjegjësi të përbashkët, thon nga kompania Sauber Maher. Më tej nga kjo kompani apeluan deri tek qytetarët që hedhin mbeturinat komunale në vendet ku janë të vendosur kontenierët, ndërsa mbeturinat e mëdha në qendrën e caktuar të grumbullimit.